E vlerësoj, po mirënjohje i takon gjithë organizatës. Mban mend një emër, do të thuash një emër aty të organizatës që do ta përmendësh sot, që ishin pro Ramës, që e mbështetën Ramën përveç ju si kryetar? Diskutuan 5-6 veta. Kush ishin ta? Guri Duka. Po. Diskutoi Jeta, një Thanas i mbëshuar që ka bërë diskutim Perl. Po. Ashtu megjithëse ishte mbi 70 vjeç, po, por ka diskutuar si të ishte. Ju vetë çfarë tha për Ramën kur morët fjalën? U thash që zotin Rama e njihni gjithë. S'ka nevojë ta prezantoj. S'ka nevojë ta prezantoj. Po. Tashti zoti Rama më thotë 2 llafe. Edhe pastaj foli 2 llafe shkurt, siç flisën në rezant. Jo në Rama nuk flet shkurt tani. Jo, atje foli shkurt. Flet shkurt atje? Atje shkurt fare. Do të thënë ka pasur këtë, ka tregori kujdesshëm. Shkurt. Se tani kur merr fjalën nuk mbaron. Tani ka detyrën që të flasë dhe të mush me njerëzve. Që ke një ramist ti e paska goditur në shenjë me emrin tënd, Kismet Meta. Tani, ç'ne ky emri i veçantë Kismet, se ai thash emër biblik tha. Ka një domethënie. Po. Ne kemi ardhur nga Çemenika në Elbasan. Nga zona e në vitin 1947. Po. Në Elbasan, fëmia e parë që kam lindur kam qenë unë. Po pse Kismet? Sepse ishte fat që erdhëm në një vend më të mirë. Po. Edhe ishte fat Edhe ta punim me Kismet. Kanë ardhur me vrap për të vuar emrin që mos vijë emër tjetër. Kush e ka vënë emrin? Një kushërim. Kushërim. Kismet. Dhe sa Kismet kanë në Shqipëri? Po, unë nuk njoh të tjerë. Rrezik jeni i vetë. Unë nuk njoh. Emër biblik tha Rama. Duhet të ketë. Po Meta, se mos ke gjë në lidhje me Ilirmetën. Jo, jam nga Çemenika, Meta është nga Skarpari. Po e di unë që është nga Skarpari, se ande janë vetë. Edhe unë e di që ande jeni. Po Shqipëria do dalim të njohur, pastaj Po Shqipëria nuk është e çudi që ti je edhe ti me origjinë nga Skarpari, ë? Jo, nuk do të jem nga Skarpari. Nuk do të Do të jem më nga Veriu. Nga Veriu? Më nga Veriu sepse ka shumë biemra Joni. Tani, mbaroi e pranove Ramën. Çfarë ndodhi pastaj? Ai bëri jetë partie të organizata jote? Bëri jetë partie si gjithë tjerët. Si gjithë tjerët? Kjo ka bërë shumë përshtypje. Në atë kohë diskutoi shumë. Që sa zgjidhen në forumet e larta të partisë dhe nuk dinë në cilën organizatë janë pranuar. Diskutohej. Nëse ti ke pasur rregull. Rregull ishte detyruar. Edhe ndjeja për ta zbatuar. Bravo. Çfarë profesioni keni? Agronom dhe ekonomist. Agronom dhe ekonomist. Po. Po në atë kohë ju ishin në pension kur e pranuat Edi Rama. Jo, ishte 50 vjeç, ishte 50 vjeç atë ditë. Atë ditë. Atë ditë, do të ishin në punë. Jo, ishte në punë private. Ishin në punë private, jo shtet. Punoja në një firmë. Po pse s'kishte dhënë Partia Socialiste në punë shtetë? Po gjithë s'rregullohen dot. Nuk çfarë kryetari pas ka qenë ti tip në vërtet, ka pasur drejt Rama. Dhe ju kishit një aktivitet privat? Jo, ishi i punësuar në një firmë private. Tani, jeta e zotit Rama në organizatën tënde, çfarë sillej mirë të dëgjonte apo? Përgjithsisht nuk ka diskutuar në organizatë. Dëgjonte. Po, vinte mbledhje? Ne i bënim rrallë mbledhje. Nuk bënim mbledhje si dikur, muj. Ihen 3 muaj me rast fushatash. Po, sigurisht. Si thush, partia po kthehej në parti elektorale, jo në atë partinë me rregulla strikt, të mbledhim muj për muaj, të bëjmë diskutime kështu. Rrallë mbledheshim, po në ato mbledhje vinte. Tani ai vuri kandidaturën për kryetar partie. Po. Çfarë ndodhi? Ishte e pritshme. Për ne ashtuan atje, ajo foto është unikale. Për ne ishte e pritshme. Për ne, si organizatë. Po? Ishte e pritshme që të bëj kryetari i partisë. Që të bëj kryetare? Që të bëj. Se në fillim humbi? Fillim humbi. Humbi me sukses? Po, për ne e përcollëm me dhimbje, nuk e përcollëm me gëzim. Çfarë thua? U mërzite? Po. Po i tha gjë Gramos Ruçit Fatostanos? Mendimin tonë e kemi shprehur. Ja ke shprehur? Çfarë i thatë? I thamë që këtij takon. Ka drejtuar Tiranën në mënyrë të shkëlqyer, po drejton Tiranën 2003 kjo? 2003. Atëro Bëgara. Po? Këto mendime i kemi shprehur. Ja ke thënë dhe shefi tuaj Musa Ulqini, se Musa ishte djalë përshëmbarje. Me Musa kam respekt të veçantë, edhe sot e kësaj ditë i them ti je kryetari im.
Po ku është ai? S'është as deputet as gjë, e keni lënë kështu Musaj? U bë deputet 3 herë. Apo mbaroi. Musaj është i ri tani? Je shumë i ri, jo. Sa vitesh? Je shumë i ri. Se ka kontributa dhe ka vlera në Partinë Socialiste. Ka vlera dhe s'ja mohon kush. S'ja ka mohuar kush. Po Rama kur kishte një gjë tha Musaj më gjeni tha. Musa bëj ca gjëra tha dhe po se e di që Musaj si kryetar partie ishte ku do ndodhur. Musaj. Njeri që fitonte zemrat e njerëzve. Tani Rama humbi, ç'a ndodhi pse? Asgjë. Nuk do në një tragjedi e madhe. Aty ishte, do fitonte prap. Garoi në 2005. Garoi në 2005. U zgjodh kur fitoi Garë dhe u zgjodh kryetar. Patjetër. E ke takuar mbas asaj kohe? Unë në 2000 mas 3 vjetësh konkurova për të punuar në bashki. Po? Në drejtorinë e kontrollit territorit. Po? Dhe fitova konkursin. Po, e takove Rama? E takova se drejtoria ku unë punoja varet drejt për drejt nga... Po ti e takove para se të garoja apo pas? Pas. A i zinde gjë që kishe garuar ti? Asgjë nuk ditë që kam garuar. Dhe të takoj? Vetëm kur është bën mbledhja e drejtorisë së kontrollit territorit. Të pa aty? Më pa aty. Po? Dhe këto kanë qenë këta. Ishte... Çfarë të tha? Urime, kaq. Jo, nuk të kujtoj që shikon se ti më ke pranuar në parti? Jo, nuk bëm të tillë. Jo. Po, më pas kur u zgjodh kryeministri? Kur u zgjodh kryeministri, gjëja që më ka lënë, që e kam dhe sot si kujtim të veçantë, ishte në Vorë. Po? Kur u zgjodh kryeministri, dhe mbasi gjysmore bëj një mesazh. E uroj. Suksese, jam i lumtur që u zgjodhe kryeministër. Mas 2 minutash ka marrë në telefon. Në telefon? Në telefon. Dhe që të tha? Dhe më tha, mes qindra urimeve, unë veçoj urimin tëndë. Urimi jotë është më i sinqerti që ka marrë deri tani. Si të thrisë Rama? Gjigant. Gjigant, dhe? Unë i thoshe gjigant vetëm një ka. Ti i thoshe edhe nga ana fizike. Po nga fizike, po tjetë. Nga ana fizike. Se unë këtu i vijati. Tani, nga 2013 ai ka marrë 3 mandate dhe i kërkon 4 mandate. Shumë kontentur, Unë mendoj që është në kohë për të fituar mandatin e 4 dhe meriton. Ju tani jeni për strukturat e partisë? Unë jam antar i Partisë Socialiste, se më shkput as i ditë nga Partia Socialiste. Normal, kryetari nuk shkputet. Se më shkputur. Po, kam ndërru vend banimin dhe jam në njësi 5. Po atje je organizuar? Jo, i zgjidhur jo se tashti. Mosha. S'ka nevojë për 77 vjeçar Partia Socialiste. Ka nevojë atje të rinë, po e pyetën t'jap këshill, po se pyetën 3 urt. Ne ai kryetari i opozitës është Stefani. Ai është kryetari i madh. Po flasim me kryetar të vegjël. Po, si mendon, si e ka drejtuar Partinë Socialiste Edi Rama? A ka shërbyer ajo që ju e antarësuat në Partinë Socialiste për mirë? Në perceptimin tim e ka drejtuar më mirë në të gjitha kohërat. Kush ishte më i mirë, Fatos Nano apo Edi Rama? Për mua, po Edi Rama. Këtë nuk do ta marr si shenjë servilizmi? Jo, nuk kam asnjë lloj kërkese tani për të bërë servilizmin edhe për të bërë karrierën. Po mund të kesh të fëmijët e një për të mbesa, mund të kesh interesa tani. Asnjëherë nuk e kam lidhur këtë çështje me interesa. Unë personalisht. I takojnë brezit tjetër, brezit e idealizme. Asnjëherë se kam lidhur. Ju mendoni që e ka drejtuar mirë Partia Socialiste? Ka flet vetë fakti që ka fituar 3 mandate. Që në kësaj partie i ka fituar. Tani nuk ose ka ecur dhe aq mirë punët kësaj qeverie dhe kësaj partie, se me një 10-20 arrestuar nga Spaku dhe personalitetet larta, si e përcjell këtë? Ne përdojmë një llaf. Çdo dash varet nga këmbët e veta.